Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua me kryetarin e parlamentit të Slovenisë Zoran Stevanović. Ata diskutuan marrëdhëniet midis Serbisë dhe Slovenisë, çështjet aktuale rajonale dhe europiane, si dhe bashkëpunimin midis dy parlamenteve. Vučić falenderoi Stevanovicin për mbështetjen që Slovenia jep rrugës europiane të Serbisë dhe theksoi se një politikë që inkurajon bashkëpunimin, lidhje dhe stabilitetin e rajon është veçanërisht e rëndësishme për Serbinë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se memorandumi i mirëkuptimit për përfundimin e luftës i nënshkruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani është një hap shumë i rëndësishëm drejt paqes. Dua të përgëzoj presidentin Donald Trump dhe Mesut Pezeshkian për marrëveshjen. I kam lexuar pikët e marrëveshjet. Ky është një hap i parë shumë i rëndësishëm drejt vendosjes së paqes, tha Vučić. Ai shprehu shpresën se në 60 ditët e ardhshëm, siç përcaktohet në memorandum, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani do të jenë në gjendje të arrijnë një marrëveshje paqeje. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë u kërkoi politikanëve në Kosovë të bashkëpunojnë dhe të formojnë institucionet pas një periudhe të gjatë bllokade politike. Ajo tha se ky proces duhet të kryhet duke respektuar Kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese, me një paralajmërim që mundësitë që Kosova humb për shkak të ngërçit. Ambasada u bëri thirrje udhëheqësve politik të vënë interesat e qytetarëve në radhë të parë dhe për t'i dhënë fund bllokimit institucional. Ambasadat e tjera në Kosovë kanë pritje të ngjashme, duke deklaruar se kanë nevojë për një partner më të fortë për bashkëpunim. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës Valmir Elezi tha se në qendrën e numërimit të rezultateve ka filluar rinumërimi i votave nga 185 qendra votimi të rregullta. Këto vendim më parë janë nënshkruar në qendrat komunale të numërimit. Ky numër përfaqëson 7.41% të qendrave të votimit nga totali prej 2.498 qendrash votimi të rregulla, ku mbajtë votimi me 7 qershor të vitit 2026. Kjo mas kontrolli ishte parashikuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor për të siguruar që numërimi të kryhej në mënyrë korrekte, tha Elezi. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për deputet Artan Behrami njoftoi sot se ka marrë ankesa të shumta nga ata që numëruan votat për manipulim të dyshuar të votave të diasporës. Ai kërkoi prokurorisë që të hetojë rastin. Gjatë procesit të numërimit ka marrë shumë ankesa nga ata që numëruan votat për zarfa të hapura, zarfa të dyshimta dhe manipulim të dyshuar të votave të diasporës, ka shkruar Behrami. Ai u bëri thirrje të gjithë atyre që, siç tha ai, kanë parë, konfirmuar ose kanë informacione për parregullsi të tilla, t'i raportojnë ato në institucionet kompetente. Publicisti Veton Surroj beson se zgjedhjet e 7 qershorit duhet t'i japin fund iluzionit se ndryshime dramatike politike mund të arrihen përmes zgjedhjeve të shpeshta ose krize të vazhdueshme. Ai deklaroi se përvoja një viti të gjysmë më parë tregoi se kriza nuk e ndryshon shpërndarjen e forcave politike, por se shteroi energjinë institucionale dhe uli pjesëmarrjen e qytetarëve. Balanca e pushtetit mbetet afërsisht e njëjtë si në fillim të krizës. Kjo tregon se Kosova tashmë ka një skenë politike të konsoliduar, e cila nuk pritet të ndryshojë rrënjësisht përmes zgjedhjeve të shpeshta, tha Surroj. Milan Igrutinović nga Instituti për Studime Europiane në Beograd deklaroi se propozimi franko-gjerman për një model të ri të zgjerimit të Bashkimit Evropian përfaqëson një përpjekje për të ripërcaktuar procesin e pranimit dhe për të ofruar stimuj më konkret për vendet kandidate. Ai shtoi se ende nuk ka një kornizë të qartë ligjore ose garanci se një iniciativë e tillë do të marrë mbështetje të mjaftueshme midis shteteve anëtare të Bashkisë Evropiane. Mijat Kostić nga organizata Rruga e Tretë e Re thotë se situata aktuale gjeopolitike ka krijuar një moment të favorshëm për zgjerimin e Bashkimit Evropian, sepse vlerësimet e tij aktualisht ka unitet më të madh në Union se në vitet e kaluar kur bëhej fjalë për parandalimin e përhapjes së ndikimit rus.
Motit e premten dhe gjatë fundjavës do të jetë kryesisht me diell dhe i ngrohtë me erë të lehtë nga veriun, ndërsa pasdite pritet vranësira lokale, shi afat shkurtër me bubullime në disa vende në rajonet malore të Serbisë, jugore dhe lindore. Temperatura më e ulë ditore do të sillet nga 11 deri në 19, kurse ajo maksimale nga 30 deri në 33 gradë Celsius.